Nga ato çka mund t'i gjykojmë bazuar në ato çka ka ndodhur dhe nga ato çka unë marr si informacione në prajmin e të Hanës duke tentuar të zbehet dhe të bëhet më pak e rëndësishme fjala e rënd e Elionës ku i drejtohet Tonit me pyetjen po nga mbathjet e vajzës tonde a provokohesh, po ta thot motrës tone a provokohesh, tani për ata komentues që thojnë po ky i ka thonë motër dhe qik, nuk ka rëndësi ky çka i ka thonë, nëse ky i ka thonë kom si qikën teme, nuk qika vetë e vërteta nuk e vet babi, a eksitohesh ti pi mbathjeve të mia nëse thom une pi lo në dollap tonin? Edhe e vërteta se kush ka dalë deri te dollapi, si kanë rri deri te dollapi ato mbathje, duket që do të del dhe për ta bërë tani pak të rëndësishme atë pjesë, siç keni mundur ta vrekni, sapo është thënë ajo tema, Eliona është thirrë në dhomën e rrëfimeve dhe aty varësisht çka është biseduar, ka dalë dhe ka fillu me fol me Sasën dhe e ka ripërsërit edhe e ka risjell historinë e saj të dhimbshme me nanën edhe ka fillu me qajt. Pra, do ta kemi një prajm ku Elionës do t'i jepet mundësia ta shpjegoj historinë e saj të vërtetën, e cila është e vërteta, ku shkoi Eliona pas që iki nga familja kujdestare gjermane, ku ishte 6 javë kur policia pa kërkonte, a ishte dakordimi i prindve për të dashurin e saj, Elioni dhe bashkëjetesën, dakordim për shkak të ligjit, se pa dakordim të familjeve, një e mitur nuk lejohet me jetu bashkëjetu me një person të rritur, shumë gjëra, a do të provoj Eliona me tregu të vërtetën, një pjesë të një historie të cilës ajo asnjëherë s'e ka përmend, ose e ka kalu, ose e ka trillu, mbetet pi Elionës. A do të ketë reagime nga Toni për atë çështje, mbetet mu pa edhe ajo, por një është tani më pak po e sigurt që një pjesë e konsiderueshme e prajmit prap do të mirën me Elionën duke i japur pjedestalin e pamerituar. Pastaj patjetër e kena fjollën, labin, po menoj labin në të regjën, se ky cipiripi labi i ri ky ai s'bën kurrgjo hiç aty. Eventualisht mu i mjaqit labit të ri atë skenën e të mërshme me sniqina që ka në i Alves e kështu gjanash. Ama kjo pjesa e parë është pjesë të cilën duni me majt në men, e pastaj marrë më thonë s'pa din kur gjo.